qysh e përshkruan ti socialdemokracinë, sepse për dikë është thjesht një etikë politike, për dikë tjetër një model i plot ekonomik e shoqëror. Për shembull për mu është një mënyrë me pas shtetin afër qytetarit, jo thjesht me ofru ndihmë kur ka krizë, po edhe me garantu mundësi të barabarta për gjithë, me pas shkollim, shëndetësi cilësore për gjithë, jo vetëm për ata që kanë mundësi financiare. Po çysh është për ty? Tash socialdemokracia si koncept ka pas kuptime ndryshme në kohë ndryshme në vende ndryshme. Kështu që më shumë kisha folë për socialdemokracinë në kontekstin kosovar, në një situatë ku mungon absolutisht një qoftë organizim politik i majt, qoftë një pushtet konsistent i majt. Domethënë prej mas luftës Kosova nuk ka pas asnjëherë pushtet majt. Dhe me çka jemi përballë herën me pushtetin e fundit është mujna me thonë një pushtet që është më shumë popullist se sa i majt. Dhe në këtë kontekst Kosova krejt kahjen edhe strukturën ekonomike dhe sociale e ka ndërtu prej mas luftës mbi vlera kryesisht neoliberale që nuk janë domethënë jo socialdemokrate. Dhe kjo për mendimin tem ka bërë që në Kosovë me u rrit pabarazia, në mes të atyne që kanë shumë edhe atyne që nuk kanë. Domethënë është një grup shumë i vogël i njerëzve që ka shumicën e pasunisë të përgjithshme, edhe është një grup shumë i madh i njerëzve që jetojnë në mesatare ose nën mesatare të një jete, si me thonë, të dinjitetshme. Për qëtë arsye, unë besoj që na kemi besu krejt që Kosova ka nevojë për një subjekt politik që është i majt edhe që promovon vlerat si barazia, rishpërndarja, si mirëqenia për gjithë, ku shteti faktikisht e luan rolin e çatij ndërmjetësuesit që nuk e lejon me u bart pasuria në dorë të një grupi krejt vogël, e pjesa më e madhe me met, domethënë me kushte jo të mira. Në kontekstin kosovar, domethënë ose konkretisht në Kosovë, çka kish me nënkuptu socialdemokracia qysh e shohim na, është arsimi publik, shëndetësia publike, në përgjithësi shërbimet publike, pensionet, mbështetja e shtetit me konë shumë ma të zhvillume se sa që janë sot, dhe me qenë normalisht falas për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Rishpërndarja me qenë një sistem krejt tjetër i rishpërndarjes ku nuk është fair që në Kosovë për shembull ti nëse i ki tyra 1 milion euro, edhe nëse i ki tyra 750 euro, te dy këta paguajnë 10% atim.